Në këto momente, kreu i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, drejtuesi i koalicionit Djathtas për Zhvillim, zoti Dashamir Shehi, i cili voton pranë shkollës Osman Myrderizi në kryeqytet. Do të shohim nëse edhe zoti Shehi, si një nga kandidatët për kryeministër në këtë zgjedhje, do të flasë apo jo për mediat. Sapo ka marrë fletën e tij, është regjistruar dhe po ushtron të drejtën për të votuar. E ndjekim si proces momentin e hedhjes në kutinë e fletëve të votimit edhe mesazhin që do të ketë më pas për mediat. Një tjetër lider i politikës që voton. Vetëm zoti Basha ka votuar deri në këto momente, ka votuar e para drejtuesja e Kuvendit të Shqipërisë, zonja Elisa Spiropali. Kur ajo të shkojnë votojnë si që mendojnë, shkemi që është ditë zgjedhje s'ka vënd më për propaganda për shumë. Është t'jenë qeta, t'jenë të lira, votoni si e mendoni, po dile votoni se shoh shumë pak njerëz, kjo është shqetësimi kryesor.